Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se veni në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21 për të ndjekur zhvillimet e fundit në vend. Afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit ka hyrë në 2 javët e fundit, por zgjidhja nuk shihet në sfond. Lëvizja vetëvendosje ende nuk i ka siguruar votat e nevojshme për presidentin e ri, por megjithatë thotë se është në rrugë të mbarë në negociata me partitë politike. Opozita e kritikon për mungesë serioziteti. Rreth 2 javë kanë mbetur nga afati i përcaktuar kushtetues për zgjedhjen e presidentit, ndërsa nuk ka asnjë sinjal se mund të ketë së shpejti marrëveshje politike. Kryeministri Kurti nuk ka paralajmëruar për këtë javë takime me liderët e partive politike për të gjetur zgjidhje. Megjithatë, deputeti i vetëvendosjes Driton Hyseni është optimist se janë në rrugë të mbarë për zgjedhjen e presidentit. Unë mendoj që takimet kanë këtë synim, të gjejmë një gjuhë të përbashkët, të dalim nga le të themi kriza, e cila thjesht na përcolli për gjatë disa javëve të kaluara. Unë mendoj që jemi në rrugë të mbarë të shtrim të gjitha mundësitë. Tani kemi kohën përpara, janë edhe shumë ditë të cilat janë dispozicion, dhe unë mendoj që secili nga aktorët politik duhet ta bëjë maksimumin e vet që të vijmë tek një zgjidhje sa ta kanë krijuar të shtetit dhe të evitohen zgjedhjet të cilat nuk janë të dëshirueshme për askënd. Në Partinë Demokratike të Kosovës nuk shohin përpjekje serioze të kryeministrit Kurti për të gjetur zgjidhje. Jakub Nura nga PDK ka rikujtuar ofertën që ja kanë bërë vetëvendosjes që të propozojnë kandidatin për president. Sipas tij është dëmshme për Kosovën që 3 pozitat kryesore të i ketë një subjekt politik. Seriozisht ja kemi ofruar opsionin tonë, të cilin mendoj që është kon jashtëzakonisht i nevojshëm dhe i validshëm dhe për pozitën e tanishme të Kosovës ku gjendet, për arsye se 3 pozitat kryesore një partie politike e cila është tani në pushtet, mendoj që janë të dëmshme edhe për vetë lëvizjen vetëvendosje, plus edhe për Kosovën. Çdo përpjekje tyne është vetëm farzë dhe nuk ka diçka serioze për të zgjidhur në çështjet të ngërshit. Në mungesë të takimeve me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza, i cili ka thënë se nuk takohet pa pasur një ftesë zyrtare, kryeministri Kurti ka vazhduar takimet me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku, por as takimet Kurti Abdigjiku deri më tash nuk kanë sjellë rezultate konkrete. Kreu i LDK-s ka thënë të shtunën e kaluar se nuk pranojnë që një subjekt politik të udhëheqë me 3 institucionet qendrore. Ndërkohë, politologu Albinot Maloku i quan të vonuara përpjekjet e kryeministrit Kurti për të arritur marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit të ri. Maloku tha se çështja e presidentit do të duhej të zgjidhej përmes një marrëveshjeje para se të formohet qeveria e re. Sipas tij, aktualisht partitë politike kanë më shumë vullnet për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo situatë erdhi edhe si pasojë e veprimeve, flasëm para formimit të qeverisë së Republikës Kosovës, të subjektit më të madh në Republikën e Kosovës, e cila nuk pranoi, nuk njohu realitetin që çështja e zgjedhjes së shefit të shtetit do të jetë problematike dhe kjo situatë të zgjidhej para formimit të qeverisë, me marrëveshje politike, ndoshta edhe koalicion me ndonjëri nga subjektet opozitare në vend. Për pasojë, më shumë shoh aktualisht një vullnet për të shkuar në zgjedhje të parakohshme, sesa që çështja të merr formë në konstelacionet aktuale politike në Republikën e Kosovës. Gjykata kushtetuese u ka dhënë afat deputetëve që deri më 28 të këtij muaji duhet të zgjedhin presidentin e ri, ndryshe vendi shkon në zgjedhje të reja. Në këtë kohë kur skena politike po përballet me ngërçe e pasiguri, ish deputeti Burim Ramadani paralajmëron riorganizimin e një lëvizje të re popullore politike. Në rast se nuk do të ketë zgjidhje për presidentin, ai pret që të ketë grupim të qytetarëve për të ndërtuar një platformë të re. Në mungesë reflektimin nga partitë aktuale, njohësi çështjeve politike dhe të sigurisë Burim Ramadani thotë se do të krijohet një lëvizje e re popullore politike, pjesë e të cilës thotë se do të jenë persona që kanë kontribuar për vite të tëra, por edhe gjenerata të reja. Një gjë e tillë do të ndodhë sipas tij me që klasa politike po dëshiron ta mbajë Kosovën në drama të vazhdueshme. As zgjedhjet e shpejta, siç vlerëson vet ai, nuk pritet të sjellin ndryshime. Ajo që po ndodh tash është absolutisht një tendencë e qartë
e politikanëve kryesorë, kryesisht këtyre në pushtet, pra pushtetarëve, që ta mbojnë Kosovën në drama të vazhdueshme, ta mbojnë në procese zgjedhore të cilat nuk po kanë fund, dhe të njëjtën kohë në mungesë totale e një qasje ose platforme nacionale për me siguru Kosovën. Një duket edhe për çështjen e presidentit, pra momentalisht duket qartë se Kosova shkon në zgjedhje, paçka se nuk besoj që zgjedhjet e shpejta do të ndryshojnë rezultat në mënyrë të dukshme, dhe kjo për faktin se nuk shohim as riorganizim të partive aktuale, jo pushtetare dhe opozitare, të cilat absolutisht e kanë të domosdoshme të ristrukturohen në mënyrë që qytetarët i besojnë. Teksa flet për mundësinë e zgjedhjeve të reja, Ramadani thot se do të ketë edhe një rënje të pjesëmarrjes qytetare si pasojë e zhgënjimit të akumuluar kohëve të fundit. Kësaj ai paralajmëron lëvizje nga vetë qytetarët për çka konsideron se do të jetë alternativë për të ardhmen. Unë besoj që spori për të ndryshuar në situatë të tillë dhe të ndërtuar një kulturë tjetër politike, është domosdoshme të krijohet një front i përbashkët e lëvizjeve politike, gjë e cila duket qartë se nuk do të ndodhë, sepse kanë interesa personale ose grupore, dhe të njëjtën kohë nuk kanë asnjë platformë përbashkët se cila do të ishte alternativa për një qeverisje më të mirë dhe për një Kosovë më të sigurt. Qytetarët nuk mund të presin deri në pafundësi partitë politike për të ofruar zgjidhje, thot Ramadani. Ai thekson se është rritur disponimi i qytetarëve për të organizuar jashtë strukturave aktuale politike. Madje pritjet e Ramadanit janë se ky grupacion i ri politik do të ndryshojë situatën. Albulena Haxhiu si kryekuvendare ka marrë detyrën e presidentit më 5 prill pas përfundimit të mandatit të Vjosa Osmanit. Ajo mund ta ushtrojë këtë detyrë deri më 5 tetor nëse nuk zgjidhet presidenti i ri deri më 28 prill. Afat ky i dal nga akti gjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese. Tërsa një numër i madh i qytetarëve janë bërë bashkë rreth një kauze për drejtësi. Peticioni në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag ka marrë rreth 100.000 nënshkrime, të cilat organizatorët pritet t'i dorëzojnë në Hag në fillim të muajit maj. Zotrin Guçati, po flasim për një peticion i cili ka arritur të mbledhë më shumë se 100.000 nënshkrime në përkrajet të ish ushtarëve, ish krerëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Do doja të flasim pak për qëllimin kryesor të këtij peticioni dhe rreth asaj çfarë prisni që të ketë ndikim si në aspektin politik, ashtu edhe në atë, do të thënë, në krejt procesin gjyqësor që po ndodh atje. Po është e vërtet vetëm Kosovë, pa llogarit Shqipërinë edhe Maqedoninë e Veriut, Molin e Zi dhe Preshevë veçë, jam mbi 100.000 nënshkrime, dykon afër 103.000 se s'gaboj, kështu kemi marrë informacionin, dje se ne çdo ditë i marrim informacionet, në përdek këtu na ka kemi, ka sa nënshkrime në domu deri me tash, edhe këtu online që kemi. Kështu që do thotë mbi 100.000 nënshkrime janë ashtu që shtratë e don, po ne shpresoj se ne do të arrijmë sakin ato ku po mendojmë rreth 200.000 nënshkrime apo mbi 200.000 nënshkrime deri me 1 maj. Se ne me 5 dhe 6 maj do të udhtojmë për Hag, ku do të dorëzojmë nënshkrimet në gjykatën speciale. Prisni, thashë edhe më parë, prisni që të ketë një ndikim qoftë politik apo thjesht edhe simbolik në përkraje të krerëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës? Cilat janë pritjet e juja? Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në intervistën dhënë më parë për prestigjiozen gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, ka shfaqur shpresën se procesi në gjykatën speciale do të kontribuojë për të vërtetën, drejtësinë dhe dinjitetin. Ai ka theksuar se të ashtu quajturat prova të fabrikuara gjatë epokës së Miloševićit nuk duhet të përdoren në asnjë gjykatë apo të trajtohen si fakte. Qëllimi i themelimit të dhomave të specializuara ishte hetimi i pretendimeve nga raporti Dikmatit, veçanërisht akuzat për trafikim organësh, pretendime që kishin origjinë nga përfaqësues rus në Këshillin e Evropës. Kjo ishte ajo që ju paraqit Kosovës nga Bashkimi Evropian dhe për cilën votoi Parlamenti i Kosovës kur vendosi t'i bashkohej krijimit të këtij tribunali. Në të kundërtën, aktakuza jon dhe rasti i prokurorisë specializuar nuk përmbajnë asgjë për akuza të tilla. As edhe një përmendje.
Pretendimet ishin të pavërteta dhe duket se gjykata speciale i konsideroi si të pavlefshme për hetim të mëtejshëm. Edhe generali Clark në dëshminë e tij i quajti akuzat e raportit të Dick Martit një fushat dezinformimi rus. Siç dihet, rusët më vonë kanë përdorur akuzat të ngjashme kundër presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Parlamenti i Kosovës besonte ashtu si ai dhe unë se fokusi i gjykatës do të ishte kryesisht tek akuzat për trafikim organësh. Profesori Daniel Server tha se gjykata të tilla duhet të sjellin drejtësi, jo ndëshkim mbi bazën e mashtrimit dhe se asnjë lëvizje çlirimtare në të ardhmen nuk do të pranonte një gjykatë të tillë. Shpresa jonë është që ky proces të kontribuojë për të vërtetën, drejtësinë dhe dinjitetin. Jam i bindur se gjyqtarët e kanë dëgjuar dhe parë të vërtetën. Pyetja e vetme që mbetet është çfarë do të bëjnë me të. Lufta e fundit në Kosovë përbën një nga kapitujt më të lavdishëm të historisë sonë të re, duke lënë pas një numër të madh dëshmorësh e martirësh. Në fshatin Doganaj të Kaçanikut u mbajt akademi përkujtimore në nderim të të rëndëve përfshirë edhe fëmijë, të cilët 27 vjet më parë u bën simbol i sakrificës për liri. Kryesuesi i Kuvendit Komunal, Selajtin Troni, në 27 vjetorin e rënjes së tyre, tha se sakrifica e dëshmorëve, vuajtja e martirëve dhe gjaku i fëmijëve të pafajshëm nuk mund të harrohen kurrë. Në këtë ditë shumë bi dhe bija të këtij vendi u ndan padrejtësisht nga jeta duke u bërë dëshmorë dhe martir të lirisë. Ata ranë që ne sot të jetojmë të lirë, ranë që flamuri ynë të valoj krenar, ranë që fëmijët tanë të rriten në paqe dhe në dinjitet. Por sot me dhimbje të veçantë, kujtojmë edhe fëmijët e pafajshëm që u vranë në atë ditë të zezë, fëmijët që nuk arritën të rriten, që nuk arritën të ndrojnë, që nuk arritën të jetojnë jetën e tyre të sapo filluar. Zëri i tyre u shua, padrejtësisht për kujtimi i tyre do të jetoj për herë në zemrat tona. Në emër të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Fahri Demnika, tha se e vërteta për krimet e kryera në Kosovë nuk duhet të harrohet e lëre më të shtrembërohet. Në atë ditë të errët, forcat ushtarake policore serbo-malazeze ushtruan një dhunë të pamshirshme ndaj popullit të pafajshëm. U sulmuan fshatrat Stafin, Pifek, Caka, atë ditë u vranë 14 civil që tash u shndruan në martir. Ëndrat e shuara ishin para kohë. Po atë ditë ranë heroikisht edhe 2 luftarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke mos kërcyer edhe jetën për lirinë, ndërsa një tjetër edhe u plagos. Sot nuk jemi këtu vetëm për t'i përkujtuar, por edhe për të dëshmuar se ajo që ndodhi nuk do të harrohet kurrë. Ne si veteran e dim çmimin e lirisë. E dim çfarë do të thotë të luftosh me sakrificë dhe me besim të palëkundër. E dim se çdo hap drejt lirisë është i larë me gjakun e dëshmorëve dhe të martirëve. Këta njerëz nuk janë vetëm kujtim, ata janë edhe amanet për brezat që Në këtë përvjetor mes emocioneve foli para të pranishmëve dhe djali i martirit Vesel Elezi Agoni. Sot ndjem i përullur dhe nderuar të kujtoj vlerat e prindit tem, doktor Vesel Elezet, dhe 18 burra dhe djem të këtij fshati që dhënë më të vlefshme në vendit tonë jeta, duke kujtuar që gjeneratat e reja dhe mundësit për të ardhmen tonë. Gjithashtu dua të falenderoj gjithë të pranishmit, më falni për emocionet, dua të falenderoj të gjithë të pranishmit dhe faleminderit për një fjalë raste. Në këtë manifestim përkujtimor morën pjesë familjarë të martirëve, veteranë të luftës dhe përfaqësues të komunës së Kaçanikut. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Glauk Konjufca ka qëndruar në New York për homazhe në nderim të kongresistit Eliot Engel. Konjufca përmes një shkrimi në Facebook ka thënë se Engel ishte mjek i madh i shqiptarëve i cili për dekada qëndroi në krah të popullit të Kosovës. Ishte një moment për të nderuar jetën dhe veprën e mikut të madh të shqiptarëve e të Kosovës, i cili për dekada me radhë qëndroi
me përkushtim të palëkundur duke mbrojtur të drejtën e popullit tonë për çlirim, liri e pavarësi, ka shkruar Konjufca. Një 59 vjeçar ka humbur jetën në Ferizaj pasi ka rënë nga kati 6 i një objekti në ndërtim në rrugën Remzi Hoxha ku ai po punonte. Prokuroria themelore në Ferizaj ka njoftuar se ka ndaluar për 48 orë pronarin e kompanisë ndërtimore me inicialet në E, i cili po hetohet për veprën penale, asgjësim, dëmtim ose heqje e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës. Me urdhër të prokurorit, hetimet janë zgjeruar dhe në to janë përfshirë edhe policia e inspektorati i punës me qëllim të zbardhjes së plotë të rrethanave që quan në këtë tragjedi. Ndërkohë trupi i pajeti viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Prokuroria ka bërë të ditur se ndaj të dyshuarit do të vazhdohet me procedurat e mëtejme ligjore brenda afatit të paraparë. Ndonë se për këtë javë është paralajmëruar ulje e çmimit të naftës, çmimi ende mbetet i lartë. Sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, çmimi i naftës është 1.84 euro për litër, i benzinës 1.44 euro për litër dhe i gazit 0.89 euro për litër. Qytetarët konsiderojnë të papërballueshme këtë situatë dhe kërkojnë ndërhyrje. Qytetarët shtrejtimin e çmimeve të naftës e lidhin me krizën globale që erdhi për pasojë të luftës në Iran. Nysret Sopaj pohon se në të gjitha produktet ka rritje të çmimeve, por që siç tha, duhet t'i përballojnë. Nafta, gjonet ushqimore, kretu vështirësi tepër e madhe. Po duhet të një përballuar që shpamon. Pa e përballojnë ka pak me penzie çështë. Të papërballueshme këtë situatë e sheh Shemsi Haliti, i cili shpreh ndinjatën ndaj institucioneve. Vështira me i përballu, po disi njeri duhet më gjind edhe ko nuk ishtet shteti këtë të i bën. Si mës kishtet, atë bohën sanet këtë shtajtohen. Ndërsa Mirsad Krasniqi thot se qytetarët duhet kenë më shumë kujdes gjatë shpenzimeve. Ti ulim ato shpenzime, se kemi ardhur me vetur, mos vimi me vetur, do të thonë të vijmë me autobus, sepse nuk ka pikë ku nuk shkon autobusi. Ku në përshos mundesh me kaluar të zon rrugën Prishtinë Fushë Kosovë, e sheh vetëm shofer është. Kështu është edhe në Prishtinë, kështu duhet jetë edhe në këtë. Rritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve ka ulur fuqinë blerëse. Qytetarët ankohen për varfrim të shportës ditore, ndërsa tregtarët arsyetojnë çmimet. Tregtari që shet pemë perime Patriot Maqistena thot se sikur këtë vit nuk kanë qenë çmimet më të larta asnjëherë. Maqistena që kompletin prej 30 vezësh e shet për 6 euro, ankohet se të gjitha janë shtrejtuar. Domati të është 3 euro, speci është pa djeksi 3 euro, djeksi është 3 euro, trangut jenë pak ma lirë që apo vinë për Shqipnije. Qëto që vinë për Shqipnije jenë pak ma lirë, domati që tash ka fillu e veç ka fillu me ropa, e dhe që tash jenë shumë shtrejt, se jenë orë për Turkije e Greqijës. Po shumë, si vjetë vrej shumë, se qmimet e shtrejt edhe s'dalë shumë në monë. E për pëmë t'jenë konë si vjetë një, qmimet s'ka ndryshu të pëmë të kërgjë. Ndërkohë janë shtrejtuar edhe cigaret, e kjo sipas tregtarit Hasan Matoshi, po ndodh edhe për shkak të politikave të qeverisë. Në hyp të rryma një tërë, i hypin me një herë i vezlojnë. Hyp nafta me një herë i hypin çmimet. Qysh hyp cigaret pa hyp akciza? Akciza su hyp kur i hypin, ka 50 euro në paket. Kanë rregull kjo. Kjo situatë nuk e la pa përfshirë edhe shitësit e veshjeve. Edhe Rahim Guvori shpreh ankesën për mungesë të interesit për blerje të rrobave dhe njëkohësisht atë të konsumatorëve. Aktualisht janë në rritje, po konsumator s'ka. Punë për tokë është. Po tash po munohëm. Punën bile me krye tamam. Në anën tjetër, qytetarët po hedhin përgjegjësinë mbi qeveritarët. Muharrem Metolli thekson se ata po shikojnë vetëm për veten e tyre, duke mos ju interesuar fare për popullin. Këta s'menën vetëm për veten, kur gjë tjetër. Në vend me vyt njëri tjetrin.
Ja, këta vetëm për vetëm. Ndërkohë qytetari Veton Kika e cilëson si problem këtë gjendje me çmimet, sepse me një pagë mujore sipas tij nuk mund t'ia dalësh. Çmimet janë shumë të shtrejta, ka ndryshuar çmimet, po çfarë më bëj tash? Sa mundëm me përballu, po mundum. Problemi është se me një rrogë nuk mundesh me dalë në krye. Edhe Zeqir Guvori është pesimist për te kalimin e këtyre rrethanave. Vështirë është boll, po s'kem ç'a bëj. Rrogat e vogla, pensionet e vogla, kur gjë. Për asaj qysh do t'ja dalim nuk e di. Muajve të fundit çdo produkt është drejtuar dhe janë rritur çmimet, për çka njësoj janë rritur edhe ankesat e qytetarëve sepse të njëjtit ashtu siç shprehen, po e kanë vështirë t'i përballojnë atë. Rritja e vazhdueshme e çmimeve është pasojë e shkallës së lartë të inflacionit, e cila ka arritur në 6.7%. Por njohësit thonë se në këtë mes vend zë edhe politika. Inflacioni në vend po prek nivelet e larta, duke arritur në 6.7%, gjithnjë sipas të dhënave të fundit të ASK-s. Kjo rritje e çmimeve po reflektohet drejt për drejt në përditshmërinë e qytetarëve, duke rënduar buxhetin e tyre dhe duke ulur fuqinë blerëse. Produktet bazë, energjia dhe shërbimet kanë shënuar rritje të vazhdueshme, që nënkupton trysni të shtuar mbi ekonominë e përgjithshme dhe stabilitetin financiar të vendit. Qytetarët shprehen të shqetësuar për rritjen e kostos së jetës, duke theksuar se të ardhurat e tyre nuk po arrin të përballojnë ritmin e shtrenjtimit, por ka edhe nga ata që nuk po e dallojnë këtë rritje çmimesh. Po ti ajo jetesa gjithçysh bocit. Gjithçysh njëri rënon gjithçysh, po diçysh pak si më mirë merr se për çështo vallahi shumë vështira. Këto pak pa përballueshme për një pjesë të popullatës, po si do që tjetë. Hiç kuçish. Shumë shtrejta. I përballojmë edhe si një. Tash na gati veç pensione dhe seneve pensiones. S'muj me bon kur gjë. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu, nga ana e tij situatën aktuale e vlerëson të ndikuar nga zhvillimet politike në vend, thekson se zgjedhjet e shpeshta dhe pasiguria institucionale po e ngulfasin zhvillimin ekonomik. Me vite jemi pa institucione, agenda politike dhe zgjedhjet janë në një vazhdimsi maratonike, e tëra kjo po ngulfat shumë procese ekonomike dhe zhvillimore, të cilat do të jenë prioritet. Në Kosovë po dëshmota në tutje që shumë të tepër luftohet për pushtet sa për shtetet dhe shtetar, prandaj mundu të na habit fakti që jemi një shtet i varur nga importi, jemi një shtet që importon inflacion, jemi një shtet me shkallën të lartë të inflacionit në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë, dhe ku krejt saj i shtohet që së shpejti mund do të kemi zgjedhje prapë të katërta të radhazit, e vërtet duke ngulfat situatën aktuale në Kosovë dhe perspektive për ditë më të mira në Kosovë. Krahasuar me vitin e kaluar, si vjet inflacioni paraqet një trend në rritje, ndërsa vitin e kaluar kishte luhatje dhe një tendencë stabilizimi në periudha të caktuara. Këtë vit kjo trysni është më e theksuar, duke reflektuar një situatë më të ndjeshme ekonomike. Ndërsa Aleanca Kosovare e Bizneseve ka shprehur shqetësimin se mbi 40% e mjeteve të dedikuara si pagë 13 për sektorin publik ka përfunduar jashtë vendit në fundjavë. Ndërkohë opozita thotë se qeveria ka bërë diskriminim të sektorit privat duke përjashtuar nga kjo pagë. Rreth 85.000 të punësuar në sektorin publik kanë përfituar nga paga e 13 që u nda nga qeveria e Kosovës me një vlerë prej 75 milion euro. Por në këtë mas nuk janë përfshirë edhe punëtorët e sektorit privat, por qeveria tha se do të përgatit një pakë ndihmëse për të përballuar inflacionin. Megjithatë, vendimi për pagën e 13 për Aleancën Kosovare të Bizneseve ishte shqetësuese, me që siç tha, pavarësisht qëllimit social, rezulton të jetë i paefektshëm dhe i pa targetuar si duhet. Sipas vlerësimeve të AKB-s, rreth 40% e këtyre mjeteve kanë ikur gjatë festave dhe fundjavës jashtë Kosovës, kryesisht në Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Maltëzi dhe Greqi, duke bërë që një pjesë e konsiderueshme e parasë publike të mos ndikojë në zhvillimin e ekonomisë vendore. AKB tha se efekt shumë më të madh do të kishte nëse paratë do të orientoheshin drejt mbështetjes së sektorit privat, rritjes së prodhimit vendor, subvencionimit të investimeve apo përkrahjes së bizneseve që krijojnë vende të reja pune. Sipas AKB-s, trajtimi pa barabartë me sektorit publik dhe atij privat krijon disbalans në treg dhe dëmton konkurrencën e drejtë.
Në një kohë sfidash ekonomike dhe rritjeve të çmimeve, institucionet duhet të fokusohen në politika që mbajnë kapitalin brenda vendit dhe gjenerojnë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Reagimet ndaj dallimeve të punëtorëve të sektorit publik e atij privat kanë shprehur edhe sindikatat e pavarura, që e kanë cilësuar këtë si diskriminuese. Qeveria vendosi ta jap pagën e 13 për sektorin publik, duke përjashtuar vetëm disa nga institucionet e pavarura, si një premtim para zgjedhorët e partisë në pushtet. Ministrat e saj mbrojtën vendimin për përjashtimin e sektorit privat nga paga 13 me faktin se janë punëdhënës të sektorit publik, por vendimi për përjashtimin e sektorit privat nga paga 13 u pa nga shefi i grupit parlamentar të AAK-s, Besnik Tahiri, si dëmtim i konkurrencës dhe nxitje e migrimit. Vendime si ai për pagën e 13 janë ndërhyrje direkte në tregun e punës. Qeveria duhet kuptojë se punëmarrësit në sektorin publik e privat nuk guxojnë të diskriminohen. Përjashtimi i sektorit privat nga kjo masë është mesazh i padrejtë për një sektor që është ndër kontribuesit kryesor në buxhet, por trajtohet si i pavlerë për rishpërndarje. Në vend të partneritetit me bizneset, qeveria po dëmton konkurrencën dhe po rrit pakënaqësinë dhe pikërisht kjo qasje po ushqen migrimin masiv. Aktualisht në sektorin privat vlerësohen të jenë rreth 150.000 të punësuar dhe buxheti i Kosovës kryesisht financohet nga sektori privat, duke mundsuar financimin e pagave, investimet kapitale dhe subvencionet. Një raport i fundit i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit tregon se tarifa prej 5 cent për qeset plastike ka qenë efektive në uljen e përdorimit të tyre. Në raport nuk thuhet se sa mjete janë mbledhur nga shitja e tyre. 5 centët e qeseve plastike sipas raportit të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë kanë rezultuar pozitivisht. Kjo tarif prej 5 centëve ka bërë që qytetarët të përdorin më pak qese. Nga 335 qese plastike për kokë banori atëherë, tash ka rënë në 40 qese për kokë banori. Ambientalisti Ilir Morina tha se qytetarët tashmë janë të vetëdijshëm për mbrojtjen e ambientit. Ai tutje thotë që nisma për të paguar për qese është një element i vogël dhe se institucionet duhet të bëjnë më shumë për mjedisin. Kjo mund zvoglohet edhe më tutje dhe të përcillet se ku po shkojnë këto qese, edhe pse janë 50 janë shumë. Do thotë ka 5 cent njerëz të paguajnë prapë qese, po nuk po shoh një trend të rritjes së shfrytëzimit të qeseve biodegraduese ose të letrës ose të tekstilit të popullata. Duhet një dorë më e fortë dhe një vullnet më i fortë politik, sepse asnjë qeveri deri më tani nuk kanë filluar dhe kanë ngecë. Domthonë kjo është një masë shumë e vogël e qeseve, e cila është për të përgëzuar që ka filluar, është ndërmarrë, mirë po është një mikroelement në atë fuqinë e madhe të ekonomisë cirkulare ose qarkullimit të mbeturinave. Sipas raportit, zbatimi i kësaj politike nuk është i barabartë, pasi marketet e mëdha zbatojnë rregullin, ndërsa dyqanet e vogla shpesh japin qese falas. Se kjo nismë ka pasur efekte pozitive, thotë edhe Luan Hasani nga Let's Do It Kosova. Shihet që qytetarët kanë filluar të përdorin më pak qese plastike, por në anën tjetër edhe dyqanet, sidomos ato të mëdhat, nuk i japin më pa pagesë, që nënkupton që qytetarët janë më të kujdesshëm, pra sepse e dinë se do t'i paguajnë, andaj i përdorin më pak, që rrjedhimisht do të thotë kemi më pak qese në natyrë. Deri më tani nuk është bërë e ditur nga institucionet se sa është shuma e mjeteve të mbledhura nga shitja e qeseve të plastikës, ashtu sikurse nuk janë marrë hapa konkret për krijimin e ekofondit të parapar pas këtij vendimi. Akoma nuk kemi pa diçka konkrete, pra akoma nuk kemi pa një raport për institucioneve se sa është vlera e mjeteve të cilat janë gjeneruar dhe që në fakt janë shumë, sepse ne dim që miliona euro në vit prej bizneseve janë shfrytzuar për qese plastike, andaj do të ishte mirë që institucionet të dalin me raporte dhe të tregojnë se sa ka qenë vlera e këtyre mjeteve të inkasuara, sepse këto e prekun normalisht xhepin e qytetarit. Vendimi që një qese në marketet e Kosovës të kushtoj 5 cent është marrë në vitin 2023, ndërsa nuk është marrë ndonjë mastutje për reduktimin e ndotjes së ambientit. Për informacionet më të fundit, klikoni në portalin tonë RTV21.tv. Faleminderit për vëmendjen dhe vazhdoni të shëndroni me programin tonë.